Lidhja dhe besueshmëria. Fëmijët dëshirojnë ta eksplorojnë botën. Për këtë, ata kanë nevojë për sigurinë që mund të mbështeten në personat e tyre më të afër referues. Nëse dështon diçka, i ndihmon atë që të dinë. Unë marr mbështetje, ngushëllim dhe inkurajim që ta provoj edhe një herë. Nëse ndarjet e para nga ju kanë dalë me sukses, fëmia juaj mund të pranojë më thjesht persona dhe situata të tjera. Guximi fillon me inkurajim. Ju e njihni mirë fëmijën tuaj, qoftë ngarkesë ose gëzim. Tregoni interes për përvojat e tij. Mënyra se si ju, si person referues, reagoni për këto shenja, përcaktoni afatgjat se si fëmia mendon për veten dhe për të tjerët. Ndihmojeni atë që të klasifikojë atë që ka përjetuar. Mbështeteni atë që të fillojë me guxim gjëra të reja. Lidhja dhe besueshmëria nuk janë vetëm bazë e mirëqenies dhe vetbesimit të fëmijëve. Ato janë edhe aspektet qendrore për të mësuarit dhe për suksesin në shkollë. Nëse fëmia e juaj ka pasur prevoja me persona të besueshëm referues, ai mund të pranojë më mirë marrëdhëniet me personat mësimdhënës. Ai ka besim që personat mësimdhënës e përkrahin atë në mënyrë mirëdashëse dhe mbështetëse. Kjo e ndihmon të mësojë në mënyrë të motivuar dhe të marrë pjesë në shoqërinë e klasës.